interesant. Ashtu si që edhe u prezentuar në hyrje të këtij emisioni, ne do të flasim sot për një vizion të ri të dentistit shqiptar. Dhe pikërisht për të trajtuar një sër problemesh të fushës stomatologjisë, ne kemi të ftuar disa personalitete, do të thosha, ku ju të nderuar teleshikues, unë ju sugjeroj që ta ndiqni me vëmendje këtë emision sepse keni për të mësuar shumë. Atëherë, të ftuar në studion e Alpo Medias sot janë Armando Minçarelli, president i Asociim Nacional i Dentistëve Shqiptar, është zonja e nderuar, një zonjë simpatike, Blerina Xhafa, sekretarja nacionale, gjithashtu dhe një zotëri tashmë i njohur edhe për audiencën Gjirokastrite, zotin Viktor Shehu, presidenti Hipokrates Ordina. Atëherë, le t'ju urojmë mirëseardhjen këtyre zotrinjve të nderuar dhe kësaj zonje kaq simpatike. Mirëseardhët. Në fakt është kënaqësi që t'ju kemi jo vetëm në studion e Alpo Medias, por edhe në rajonin e Gjirokastrës, për të dhënë sa më shumë informacion rreth këtij projekti dhe rreth një vizioni të ri për dentistin shqiptar. Atëherë, ta nisim me ju, zoti Armando. Do doja të dija pse lindi pikërisht Asociimi Nacional i Dentistëve Shqiptar. Salve a tutti. Sì, l'Associazione Nazionale Dentisti Albanesi è nata nel 2006 con tanti obiettivi. Ka lindur që në vitin 2006 duke pasur shumë obiektiva. È nata fondamentalmente per muovere l'odontoiatria albanese, per smuovere l'odontoiatria albanese. Qëllimi kryesor ishte ai që të jepë një gjallëri pra stomatologjisë shqiptare. Quindi è nata per smuovere scusate, l'odontoiatria albanese, è stato necessario creare dei corsi, creare una struttura che fornisse supporto ai medici odontoiatri che volessero partecipare all'associazione. Pra, duke dhënë sa më tepër suport mjekëve stomatolog, të cilët do të kishin nevojë sidomos për edukimin në vazhdimsi, që është shumë e rëndësishme për profesionin stomatolog. Quindi uno dei punti fondamentali dell'associazione è l'aggiornamento culturale attraverso corsi teorici pratici e conferenze e congressi. Pra, siç nënvizuam, është shumë e rëndësishme pjesëmarrja në të gjitha evenimentet e edukimit në vazhdimsi, si duke përmendur si konferenca, kongrese të ndryshme, sikurse dhe kurset e trajnimit për mjek stomatolog. L'associazione subito sul territorio albanese ha avuto un grande successo dalle istituzioni, è stata ben accettata immediatamente da tutte le istituzioni stomatologiche. L'importanza dell'associazione quindi nel tempo è andata crescendo. Shoqata pati me njëherë një përqafim nga gjitha institucionet dhe u mirëprit nga të gjithë dhe aktiviteti i saj gjithmonë më tepër vazhdoi të rritej. Un altro punto fondamentale dell'associazione è il consumatore. Pra një nga gjithashtu një nga pikat më të rëndësishme të shoqatës është pra të cilët i referohet edhe vetë shoqata është konsumatori. Non smetterò mai di ripetere che l'odontoiatra lavora perché è il paziente che sceglie l'odontoiatra. Pra, asnjëherë nuk do të resht së foluri duke thënë që është pacienti që zgjedh stomatologun. Pra, kështu duhet jetë, e vërteta kjo duhet jetë. Non perché viene pilotato da una pubblicità, per esempio, da una pubblicità televisiva, non siamo un supermarket. Jo sepse është i shtyr nga një publicitet televiziv, pasi nuk jemi në kushtet e një supermarketi. Quindi significa cosa? Che educare il paziente alla ricerca dell'aggiornamento nel proprio dentista non fa altro che di conseguenza il medico cercare per il medico l'aggiornamento. Pra, duke filluar që nga pacientët tanë duhet të edukojmë që duke filluar që nga pacientët
të cilët duhet të fillojnë të kërkojnë mjekun e azhërnuar, pra ai që ndjek edukimin në vazhdimsi pa çka viteve të punës që ai ka. Un altro punto fondamentale dell'associazione è non solo l'aggiornamento dei medici, ma l'aggiornamento degli odontotecnici, quindi dei laborantes, e di tutte le figure professionali che girano insieme all'odontoiatra. Che significa? Significa anche come si chiamano gli sponsor, le firme, i distributori, perfetto, i distributori. Questo significa educare i distributori a portare merce di qualità, non di bassa qualità. Gjithashtu, pra, me anë të këtij edukimi, ne edukojmë edhe vetë distributorët e zonës, të cilët duhet të sjellin materiale të kualitetit, pra të japim një kualitet dhe jo çfarë mund të jetë më e lirë ose dhe më e mirë. Perché purtroppo il nostro lavoro è una ruota. Se il dottore vuole aggiornarsi, offre al paziente un'alta qualità, ma se poi il distributore vende materiali di bassa qualità, tutta la piramide cade, quindi il paziente è quello che poi ne soffre. Pra, kjo është një tip piramide, nëse mjeku, sido që tjetë, pra në mënyrë rrethore, mjeku i ofron pacientit ti trajtimet kualitetit lartë, por vetë distributorët nuk i ofrojnë mjekut, pra materiale të një kualiteti me normat e Komunitetit Europian. E mi fa piacere vedere che dopo un'attenta selezione nel tempo, una selezione tra virgolette quasi naturale, ci stiamo circondando di persone che vogliono lavorare bene. Dhe me kalimin e kohës, pra përformojmë ato grup dhe jemi të rrethuar nga mjek me të vërtet që duan të punojnë mirë. Un'altra cosa, un altro punto fondamentale dell'associazione è quello della collaborazione con l'estero. L'associazione è un'associazione di base albanese, anche se italo-albanese, perché abbiamo stretti legami con l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, con cui siamo gemellati a livello nazionale. La possibilità di avere una forza come l'Andi italiana, che è da più di 60 anni che sta sul territorio, è per noi un vanto. A ogni congresso l'Andi è sempre presente, porta sempre o relatori o personalità, quindi ogni volta colgo l'occasione per salutare e ringraziare l'Andi. Pra, duhet të them me pak fjalë që jemi dhe të binjakzuar me Andin, duke shtrirë pra bashkëpunimin ton në nivel internacional. Andi është Asociimi Nacional i Dentistëve Italian, e cila është një shoqat që ekziston në territorin italian dhe në Federatën Internacionale të Shoqatave, është prej 60 vjetësh, dhe kjo mund të themi që është një kënaqësi e madhe dhe një, si thua, një krenari për neve që jemi të binjakzuar me këtë shoqat. Për sa vite operoni në Shqipëri dhe gjatë këtyre viteve, sepse siç mësova ju jeni edhe lektor ndërkombëtar për sa i përket fushës së stomatologjisë. Sa të interesuar janë mjekët dentar shqiptar për të azhurnuar dhe për të qenë sa më koherente dhe me zhvillimet më të fundit të kësaj fusha? A ka interes? Molti. Infatti all'inizio c'è stata un affacciarsi per curiosità all'associazione, però poi questa curiosità è diventata ricerca, cioè ci stiamo circondando di colleghi che vogliono nell'odontoiatria albanese creare una differenza, cioè far vedere che è possibile essere un odontoiatra di alto livello che dà alte prestazioni con alti materiali anche in Albania. Në fillim, me fjalë, po të përgjigjem pyetjes, ka pasur shumë interes. Pasi në fillim u afruan për kuriozitet, kuptohet, por me punën serioze që është bërë, kemi pasur shumë kërkesa nga mjek, sidomos mjek të rinj ose
të grup moshave 40 vjeç e më poshtë, të cilët kanë pasur një kërkesë tepër të madhe dhe janë afruar shumë ideve të shoqatës, duke kërkuar kështu dhe ata kualitetin edhe për praktikën e tyre të përditshme. Po përsa i përket produktit që i ofrohet edhe klientit shqiptar, a është ai në cilësinë që duhet? Jo gjithmonë, mund të përgjigjem unë, jo gjithmonë produkti është i një cilësie të mirë. Gjithmonë duhet kemi parasysh që nëse mund t'ja lejoj vetes, gjyqja ime thoshte nuk kam aq shumë lek sa të blej lirë. Pra, popullsia dhe gjithë konsumatori duhet këtë parasysh që ajo që është e lirë nuk është e mirë, dhe por gjithashtu mund të ketë edhe çmime të mesme, të cilat mund të jenë dhe të kënaqshme, por duhet patur parasysh që e para punës duhet shohim me kë kemi të bëjmë. E para, me fjalë, çfarë protokollesh ndiqen në këto kushtet e mjekut privat. Dhe këtu ja kaloj fjalën doktor Sheut, i cili për sa i përket protokolleve është një nga ekspertët më të mëdhenj në Shqipëri për sa i përket protokollit të sterilitetit. Po, atëherë, doktor, do doja të dija, një pacient kur shkon në një klinik dentare, si mund ta bëj dallimin dhe nga një dentist në tjetrin dhe çfarë duhet të di minimalisht ai? Çfarë kushtesh duhet i ofrohen nga ana tjetër? Së pari faleminderit që na krijoni mundësi të flasim me kolegët, flasim me konsumatorit, flasim me publikun. Gjirokastra është një vend shumë i zhvilluar nga të gjitha vlerat kulturore, shkencore dhe tjera. Gjirokastra është integruar dhe me pjesën evropiane dhe pjesën tjetër në teknologji, në mentalitet dhe fal ligjeve të arta që ka bërë mjekësia, unë i quaj ligje të arta, që janë bërë për ne, ligji i privatizimit të shërbimit dentar, ligji për edukimin e vazhdim dhe ligji për akreditimin e shërbimit stomatologjik, ku roli i ANDSH-s ka qenë primar. Duhet të tregoj këtu që së bashku disa shoqata mjekësore, së bashku me shoqatën e doktorit Miqaret, ka bërë atë që të krijojmë institucionin që i zgjidh problematikën që pra të gjitha klinikat dentare do të kalojnë një sistem akreditimi me 4 nivele. Klinikat më të mira do kapin nivelin e parë, jo vetëm nga hoteleria, nga kualiteti profesional, nga aftësia e mjekëve, por edhe nga lloji materiali që ato përdorin. Niveli tjetër, dhe asnjëherë nuk ka për të mbyllur asnjë klinik, por do t'i lihet një afat për një periudhë të caktuar të plotësojë të gjitha nivelet bazë. Dhe roli i ANDSH-s në këtë projekt është shumë i gjithë. Pra, gjithçka do ta zgjidh, nuk do ta zgjidh tregu, por do ta zgjidh akreditimi. Pacienti e shikon mjekun në dritë të syrit, beson në gjithçka, ulet në poltron, pranon atë produkt, paguan dhe çmimin, i thotë faleminderit. Por është institucioni tjetër që do monitorojë këto procese. Është institucioni i qendra kombëtare e akreditimit dhe standardet të akreditimit. Duhet të bëj publike një grup i madh mjekësh shqiptar dhe të huaj, një grup i madh profesorë shqiptar dhe të huaj dhe studentësh të shkëlqyer, po bashkëpunojnë në një projekt shumë të madh, në një mision shumë të madh që i kanë vënë vetes për të ndryshuar një realitet tjetër për mjekësinë. Mjekësia ka dy parametra, parametrin real dhe atë parametrin që pretendohet. Ajo që pretendohet është një dëshirë shumë e madhe, ka problematika shumë të mëdha. Nëse ne nuk mund ndalojmë problematikën e keqe, ne mund të identifikojmë më të mirët. Dhe duke bërë shembull më të mirë, duke krijuar projekte pilote në rrethe të ndryshme, ju themi kolegëve me dashamirësi, hajde shikoni çfarë standarde duhet të ketë një klinik që të plotësoj kushtet minimale me autoklav, me aparatur, me zgjidhjen e problemit të ujit që është i ndotur. Nuk mund ta përdorësh këtë ujë në gojën e pacientit. Duhet ujë distiluar. Të gjithë kolegët të jenë të vëmendshëm për këtë. Jemi dashamirës që ta implementoj këtë tregus. Të gjithë aparaturat duhet të kalojnë në një cikël sterilizimi deri te autoklavi. Dhe autoklavi tipit B. Mos shpenzoni për autoklave të tipit të konsumit sa për të dukur. Zgjidhja duhet të jetë reale. Në projektin tonë ne përfshim jo vetëm mjekët, kirurgët, ginekologët, estetikës, parukierë, gjithë ata që bëjnë tatuazhe. Steriliteti është baza e çdo profesioni dhe shpëton jetë. Dhe ky është një mision që ne i kemi vënë vetes. Edukojmë vetveten, ndryshojmë vetveten, punojmë me rregulla loje, krijojmë sisteme transparente protokolle të akreditimit, që është baza që ky do të zgjidh problemet, nuk i zgjidh askush.
shoqata jonë, shoqata mjekësore Hipokrati, shoqata Danieles, shoqata e tjera, urdhri mjekut, për konceptin ton, tim dhe të Danieles, urdhri mjekut pas portës së Zotit është porta që do të trokasin mjekët edhe konsumatorët. Urdhri mjekut është një mision, por urdhri mjekut ka një problematik shumë të madhe për të zgjidhur. Ka shumë halle mjekësia. Kurse ne kemi bërë zgjidhje për këto gjëra. Shkurt. Protokollet e sterilitetit dhe të higjienës i kemi ngrit në sistem. Në të gjitha rrethet e Shqipërisë ka klinika model, që mjekët shkojnë, infermerët, po dhe konsumatorët, se projektet janë të hapur, të vend të marrin informacion, se mbrojnë veten e tyre, mbrojnë kolegët. Ky është falas? Apo kundrejt një shqiptar? Jo, absolutisht, të gjitha këto projekte janë falas. Kemi ardhur para një viti, kemi bërë dhe një emision këtu. Një projekt pilote kemi nisur te klinika e Semi Dental Klinik. Sot konstatojmë me kënaqësi që është bërë epicentër për gjithë Jugun. Mjek nga Tepelena, nga Saran, nga Delvina, nga Përmeti, vinë aty dhe trajnohen falas. Se si duhet bën protokollet. Nuk ka mjek, do të jem shumë korrekt. Nuk ka mjek që s'bën sterilizim. Po bëjnë sterilizimin e thjeshtë. Sterilizimi kalon në disa faza. Ta dinë konsumatorët. Është një larje manuale ose larje me lavastovile. Se thash, ne nuk bëjmë shkencën e madhe, e ka zgjidhur Daniela shkencën e madhe për implantet. Ne duam të ngrijmë një infrastrukturë. Pra, si bëhet sterilizimi? Elementet bazë. Edhe të përditshëm. Një instrument që u përdor tek unë, për të përdorur te tjetër duhet të kalojë disa faza. Pastrimi me dorë. Pastrimi me lavastovile kush e ka. Pastaj kalon në një vask me një solucion dezinfektant për 2 orë. Pastaj kalon në një vask tjetër me një aparatur që quhet ultrasoni. Nuk kushton shumë, duhet vetëm ndryshimi i mentalitetit. Pastaj thahen në mënyrë natyrale, pa peceta, pa gjë dhe futen, plastifikohen me dorashka sterile. Futen në autoklav, po të tipit B. Bën edhe analiza, teste dhe pastaj mund të përdoret në gojën e pacientit. Kjo jep sigurinë, shpëton mjek, shpëton konsumatorin, shpëton dhe mjedisin. Problemi i ujit. Të gjithë kanë bërë investime të jashtëzakonshme, po uji nga higjenizues bëhet ndotësi më i madh. Atëherë si zgjidh? Një klinik, një restorant, një spital, një filtr jashtë, që nuk kushtojnë nga po them dhe thjesht, nga 30.000 lekë deri sipas nivelet të ndryshme. Një klinik normale, një filtr nuk i kushton gjë. Për ta vënë hyrje të klinikës, që duart i laj me ujë të pastër, tavolinat me ujë të pastër, kurse në gojë. Do më mirë kuptojnë kolegë. Të parë askush nuk do të përdori më ujë qesme normale në gojë të pacientit. Ta marrin vesh konsumatorit, ta kërkojnë këtë të drejtë. E kupton? Është nga kjo do fillojë një fazë tjetër që kalon te pjesa tjetër e proceseve. Plus informacionit për manipulimin që do kryhet. Pacienti duhet të jetë i qartë për gjithçka do t'i bëhet. Kur zgjidhet steriliteti, kur zgjidhet materiali që do t'i përdoret në gojë, kur zgjidhet mjeku i aftë që do ta ashu, kënaqësia është e dyanshme. Dhe kalojmë në projektin tjetër, që ka të bëjë me turizmin dentar. Turizmi dentar. Të kalojmë pak më vonë te kjo turizmi dentar, sepse unë jam interesuar për sa i përket sterilizimit. Për diçka jemi shumë transparent. Edhe Armando mund të na japi eksperjenca, sepse tham që është një lektor ndërkombëtar, ka parë. Do doja të dija për shembull, një pacient shkon në një klinikë dentare. Dhe dallimi i parë që bën një pacient është që shkon tek një dentist, shikon që ai ka vendosur një paldoraçka. Shkon diku tjetër që ai zotëria nuk i përdor. Atëherë ku të ndihet më i sigurt? Ky ligji i akreditimit i zgjidh këto gjëra. Po un pacientit ja them thjesht, me 2 llafe ta marrë vesh. Dorashkat janë 2 lloje. Dorashka Refugio, që janë lexojnë jo sterile dhe mjeku nuk do t'i përdori. Unë për shumë si pacient shikoj mjekun kur i ka vendosur në dorë. Atëre bukur shumë, nuk flasim për pjesën që si përdor. Unë po them dhe pjesa që i përdor, duhet i përdor sterile. Atë dorashkën jo sterile, merre, ndaje 10 plastifikoj, futi në autoklav, përdori. Është shumë e thjeshtë. Pra dorashkat duhet të jenë sterile, uji duhet të jetë i pastër. Veglat duhet të jenë të gjitha të hapen në sy të pacientit pasi janë bërë analiza. Qendra sanitare duhet të shkojë shumë tepër herë. Nuk duhet të shkoj, do të them dhe atyre se nga që kam informacion e njoh mirë realitetin. Ata nuk kanë informacion për vete. Në një rast edhe shkelin, marrin në një lek kur gjejnë një mangësi. Jo, merrni kafe, pini kafe me mjekët janë të rregullt, që janë korrekt. Se nëse pranon që dikush ai quhet krim, dikush vret me kallash, ne pa dashje me një infeksion mund të shkaktojmë verdhës hepatit.
Janë fatra ku mund të marrësh sëmundje nga më të ndryshme. Edhe arrihet deri në SIDA, AIDS, hepatitet C, hepatitet B fulminant. Asnjë kosto shpenzimi. Koston po ta them, sa i kushton dikut që shet domate qeska plastike, aq i kushton edhe mjekut ky proces që themun. Duhet vetëm për kushtim, duhet seriozitet dhe duhet bërë. Janë bërë në Shqipëri rreth 30-40 klinika model. Kalojmë te faza tjetër e kualifikimit, do bëjmë kirurgji, do bëjmë terapi, do bëjmë vizita, shërbimi duhet njësoj. Si për një implant që bën doktor Daniele, si për një vizitë të thjeshtë që mund të bëj unë. Një konsulent të thjeshtë. Sterilizimi duhet njësoj. Pastaj, Daniele është më i aftë se unë që bën implante, unë për punët që do bëj, do thras Danielen, do thras Kriston, dikë tjetër, kështu është bashkëpunoj me kolegë. Armando, unë do doja të dija përsa i përket edhe respektimit të këtyre standardeve të higjienës në klinikat, sidomos në realitetin shqiptar. Il rispetto degli standard di igiene, cosa ne pensi? Qui in Albania, della realtà albanese, pochi rispettano lo standard di sterilità. Veramente si possono contare forse su una o due mani in tutta l'Albania. L'importanza della sterilità, come diceva il dottor Sceu, è veramente è tantissima, soprattutto nella chirurgia, perché nella chirurgia noi andiamo a lavorare su delle zone che sono di natura sterili, quindi noi portiamo dei batteri e quindi una possibile infezione in bocca. Si traduci? Sipas mendimit tim, mendoj se në Shqipëri janë tepër të pakt mjekët të cilët kanë investuar në këtë sens, si thua, pra që dëshirojnë që të bëjnë, të respektojnë gjithë këto protokollet e sterilitetit. Duhet kemi parasysh se goja është një nga portat e infeksionit dhe ne duke futur duart në gojë të pacientëve jemi transportues të infeksioneve dhe sëmundjeve të ndryshme gojore e tjera. Voi immaginate un po' di andare in uno studio dentistico dove 20 minuti prima si è seduta una persona con l'epatite C, ha fatto un'estrazione dentaria, il collega pulisce la pinza o qualsiasi attrezzo che ha utilizzato e lo utilizza su una ragazza di 30 anni. Il virus dell'epatite C è vivo per 3 ore, a secco, in umido anche di più. Ciò significa che la paziente ha un'altissima probabilità a 30 anni di prendere l'epatite C per colpa del dentista. Pra, imaginoni sikur të jemi në kushtet e një klinike dhe para është trajtuar një person, një pacient me hepatitin C dhe kolegu ato pincë që i ka përdorur klientit të mëparshëm, ja përdor një vajze 30 vjeçare, pra një vajze një moshe të re, duke vënë kështu pra në rrezik jetën e saj, pasi hepatiti C ka një jetësi, si thua, një hemivit 3 orë në kushtet e ajrit thatë ose në kushtet të lagështirës edhe më tepër akoma. Kështu që i rënohet pra një jetë, një dikujt të pafajshëm. A 30 anni quindi si trova una vita privata finita perché non può più avere rapporti col partner perché può mischiare anche il partner. Se non ha avuto bambini non può più avere bambini, perché può rischiare in senso verticale i bambini. Perché? Perché il dentista voleva risparmiare 10 euro o 1.000 lek per il filtro dell'acqua o per qualsiasi altra cosa. È molto importante. Vjet pra në rrezik gjithçka, duke ndjekur pra një harkat e një zinxhiri, nëse
ka një partner, do rrezikoj edhe lidhjen me partnerin, sepse nuk mund të ketë më raporte, do rrezikoj gjithashtu nëse nuk ka pasur fëmijë, edhe lindje e fëmijës, pasi mund t'i transmetoj fëmijës, dhe kjo pra është një jetë e rënuar. Atëherë, që janë protokollet e sterilitetit, akreditimit dhe higjienës, meqense folëm për një sër procedurash që synohet? Thashë që parë, ftesa ime është publike për kolegët, të ndryshojmë vetveten, të vendosim rregullat të qarta të sterilizimit. Libri i standardeve ka dalë, është publik, të gjithë mund të marrin informacion, mund të kontaktojnë në të gjitha rrethat që ne kemi projekte pilot, projektet janë të hapura për autoritetet, për ministrinë, për drejtorinë e Institutit të Higjienës, të vinë në këto klinika të mati dhe të mbjelli gjithçka, të japë përgjigjen e dur. Kolegët, ta marrin seriozisht këtë punë, nuk do mërziten, ndonjëri do më mirë kuptoj. Unë jam nga Ormova, më përpara edhe unë punoja me atë ujë, punoja me ato aparatura. Thash, të pari ndryshime kanë filluar të vetja. Kanë filluar të vetja ndryshimin, e kërkova të shoku, e kërkova të partneri dhe mi bërë një grup i madh që po vendosim këto rregulla loje. Rregullat janë në favor të gjithëve, të Shqipërisë, të konsumatorëve dhe vetë të shëndetit tonë. Shqipëria ka një shans shumë të madh. Nëse një turist vjen në Gjirokastër për të parë këto shtëpitë e bukura, një turist mund të vijë që nga Amerika në Gjirokastër vetëm për të mjekuar dhëmbët. Po si mund të vijë? Nëse në Gjirokastër ka sterilitet, nëse ka në Gjirokastër mjek shumë të kualifikuar që ka, nuk them se kështu, do vijë dhe nëse përdore materiale perëndimore dhe të produkteve shumë të cilësore. Këto janë tre elementet. Në Amerikë një manipulim dentar bën $40,000. Ai me $4,000 bën udhëtimin, bën dhëmbët, e merr punën e CD dhe kompania atje i rimbulson 40% të çmimit. Ta marrim me seriozitet këtë. Më ka thënë një miku im dikur që na hap punë. I kam hap punën më pozitive dhe është më i suksesshëm shot në Shqipëri. Kur ndryshova vetë, ndryshoi tjetri dhe thash, ky është një ndryshim që na bën mirë të gjithë. Na shpërton jetën, na i bën profesionin shumë të mirë. Jemi, Daniele është një lektor italian, jemi partner të barabartë, jemi kolegë, shkëmbejmë vlerat me njëri tjetrin. Të gjithë klinika, ne nuk penalizojmë askënd, ne jemi dashamirës, jemi bashkim vullnetar, po që të sensibilizojmë, të themi konsumatori, shko në vendin e dur, prano produktin e dur, ju bëj thirrje gjithë laborantëve që merren me punë në gojë të pacientëve, një herë mirë ta lënë atë punë. Nuk shtyhet jeta duke fshehur, doktori është doktor. Të gjithë kam mjek më të mirë se unë, më të keq se unë, po të paktën ne kemi diplomat, i respektojmë rregullat. Mund të punoj një laborant në gojë të pacientit, mund të punoj një laborant i huaj siç ka ndodhur një fenomen në Shqipëri në gojë të pacientit. Ai të respektojë, të bëj punën e tij, të bëj art me duart e tij, të porcelanit, të protezat, të gjithçka, po mjeku, thash, ne kemi aq probleme sa si zgjidhim dot dhe thrasim profesor, se mjekësia është pa kufi. Është apel publik për konsumatorit. Mos trokisni në derën e gabuar. Keni bën investimin e gabuar. Me një llogari matematik, ju jeni gazetare, jeni ekonomiste, pa e dini se një familje shqiptare dhe në botë për dhëmbët harxhon sa për të blerë një banesë. Nëse do t'i biesh kalemit, pastaj kur shkosh në shtëpi, sa të kushton banesa, të kushton shërbimi dentar. Atëherë, çfarë bëj? Po nëse pëson dhe diçka tjetër ose një mjekim të gabuar, kjo shkon në shesën e shtëpisë të vllajit. Atëherë, pra, të bëhet investimi në drejtimin e duhur, të marrin informacion për produktin që marrin, të marrin informacion për licencat, për të gjitha, për analizat. Është e drejtë, i thot doktorit, ma jep atë analizën e DSH-s. Siç shkon në supermarket dhe merr një produkt që s'të pëlqen, e reklamon, edhe kjo është një produkt, shërbimi jonë është një produkt shumë. E ka këtë të drejtë klienti? Konsumatori e ka të drejtë, konsumatori po zgjohet. Atëherë, sa të krijon konflikte, sa të krijon pasoja, ne duam t'i parandalojmë se misioni i mjekësisë është parandalues, nuk është penalizues. Asnjë nuk penalizoj. Thash, unë pranoj vetë që të gjithë gabime njerëzore bëjmë një jetë. Tani kanë ardhur koha të vendosim rregulla loje. E lidha me aspektin ekonomik. Nëse turistët vinë për të takuar prindit, për të bërë çik plazh aty te lumi, thash në Gjirokastër mund të vinë turist nga gjithë bota, të sjellim ne në mënyrë të organizuar. Të vinë dhe pacient italian në Shqipëri, siç vinë student italian në universitetet e mira shqiptare, te zonja e Këshillit të Mirë, në shtet, në bashkëpunojmë profesor shqiptar shkojnë në Itali, profesor italian, shkëmbim eksperiencë. Turizmi shkencor, turizmi kulturor. Po thash, turizmi mjekësor është, unë për vete mjekojmë në Itali, se jam kardiak, për arsye paguaj një faturë shmadhe, sa ati shërbimi shumë i mirë.
Atëherë, të përmirësojmë ne këtu që gjithë njerëzit të vinë të marrin këtë shërbim këtu. Për arsye thash, ka shans që gjithë bota ka shumë pacientë e Evropës shkojnë në Kroaci, shkojnë në Bullgari, në Rumani se është krijuar opinioni. Kurse tani me furgona dhe me kështu po vinë në Saranë, në Orikum, në Vlorë vinë me autobuza, vinë me avion në Tiranë. Për arsye se është tregu i lirë, ka mjek të mirë, ka klinika shumë të mira. Është vërtet një shërbim. Ndaj apeli ju unë e drejtoj apelin gjithmonë te vetja, te kolegu, të ndryshojnë vetveten. Dhe vjen edhe fitimi i biznesit, vjen dhe fitimi i kënaqësisë profesionale që i ofron diku. Dhe të bësh edhe art. Dhe arti nuk mund të bësh art në ato kushte të vështira, nuk mund të bësh ti kthesh buzëqeshën dikujt. E shikojnë vetë secili që te dera shikon pacienti ka informacion dhe i prish buzët kur shikon diçka që s'shkon. Atëherë, Armando, do doja të dija çfarë aktivitetesh janë zhvilluar pikërisht për të rritur dhe për ta çuar edhe këtë fushë në standardet që duhet nga ana juaj. Quali attività si sono svolte durante tutti questi anni e si intende? Da quando è nata abbiamo sviluppato tantissime attività, dalle conferenze annuali, quindi nazionali, per tutto il territorio ovviamente, monotematiche di implantologia e di protesi. E quindi adesso siamo già alla 6ª edizione. 2 anni fa è stata a Vlora, se non erro. E poi që kur kemi filluar aktivitetin janë bërë një sër aktivitetesh të shumta, të flasim sidomos për botën e stomatologjisë, e cila pothuajse nuk ishte fare aktivitete, azhurnimi, dhe ne tani jemi në konferencën e 6 të implantoprotezës. Kongresi i parë Kongresi i parë i AIDEC, evenimente të tjera. Poi abbiamo sviluppato anche un master sia di ortodonzia che di implantologia. Kemi bërë një master pranë Universitetit Shtetëror si ortodoncie fikse, si kurse edhe për implantologjinë. E ora, a breve, quindi, stiamo sviluppando un nuovo progetto di corso che è un corso con un live surgery diretto, quindi in comunicazione con la sala culturale, dove ci saranno 2 lettori, di cui uno è il professor Esposito, che è un lettore a livello mondiale, e con il live surgery che ovviamente farò io. Pra, gjithashtu po bëjmë dhe si thuash, këto tip kursesh të reja për auditin e mjekëve shqiptar, stomatolog, pasi do të bëjmë dhe një tip kursi live, ku do të jepet si ana shkencore, dhe ky kurs mbahet nga 2 lektor. Njëri është një nga emrat më të mëdhenj botror të kirurgjisë, parodontologjisë dhe implantologjisë, që quhet profesor Marco Esposito, është me shumë famë në botë, dhe pjesa tjetër live, që mjekët do të ndjekin, e bërë nga vetë doktor Verrà Armando eseguito un intervento di sinus lift, che è un intervento di chirurgia avanzata, molto complessa, e verrà spiegata la tecnica. Quindi lancio un appello per chi volesse, dato che è un'occasione unica, partecipare a questo corso, può contattare o il dottor Sheu e poi dottor Bason, o dottor Vasil Semi, qui a Girocastro. Sì. I bëj thirrje mjekëve, pasi është me të vërtet një okazion unik që kemi këtë lektor kaq të madh me famë botrore, dhe ne këtu do të merremi sidomos me ngritjen e sinuseve maksilar, që në të vërtet është një procedurë shumë e komplikuar dhe e rëndësishme për të zënë zgjidhje, si thuash, njëherë për gjithmonë atyre problemeve të implantologjisë, pasi mjeku trembet në momentet ku nuk ka ku të mbështetet. E a gennaio invece, a gennaio facciamo la 6ª conferenza di implantoprotesi. Anche in questa occasione faremo
un live surgery al centro della sala con davanti a 200-300 persone che saranno curiose di vedere come andrà. Allora questo lo faremo in onore del... Sì, non dire, diciamo dopo. Gjithashtu këtë vit, në janar, do të kryejmë edhe konferencën e 6 implantoprotezës, e cila tani më është një nga evenimentet më të rëndësishme në botën stomatologjike, dhe atje do ta bëjmë në një vend shumë të njoftur dhe do të ketë një ndërhyrje live, ndërkohë që kryhet konferenca. Okej, kishte diçka për të shtuar? Lidhet me këtë. Njëri nga projektet e tjera është pas turizmit dentar është teledentistria dhe telemedicina. Jo të gjithë kanë mundësi të shkojnë në Tiranë, të shkojnë në Amerikë, të shkojnë atëherë. Mund të ndjekin leksionet live nëpërmjet telemedicinës. Kemi bërë programet, ja afron gjithë kohë falas. Pra, leksionin e profesor ekspozitos, dikush që s'vjen dot në Tiranë mund ta ndjekë dhe në këtë pjesë. A shënohet në atë softin që kemi ne, dhe një pjesë tjetër është është një periudhë tani që të gjithë studentët po shkojnë në shkolla. Ka ftesa publike dhe fal ligjit të liberalizimit të arsimit të lartë është një sukses që jashtëzakonshëm, por ka dhe problematikën e saj. Unë duhet të bëj ftesë si konsumatorëve që shkojnë të studiojnë, po si autoriteteve që drejtojnë shkollat dhe stafet tyre. Studentët që ne përgatisim, japin leksione do të jenë doktorat e fëmijëve tanë nesër ose tanë. Pra duhet të jetë shumë serios, të zgjedhin universitetin e dur, të zgjedhin investimin e dur, për arsye se mjekësia ka një specifik tjetër. Nuk mund t'i marrësh diet kudo. Ndaj akreditimi ka përfshirë edhe universitetit, jenë të vëmendshëm në zgjedhjen e tyre, mos bëjnë zgjidhje rastësore. Një problematik tjetër është shoqata mjekësore Hipokrati, shoqata ANDSH, me konsensusin e urdhit të mjekut, që thash ne e kemi një institucion shumë të respektuar. Bëjmë identifikimin e personaliteteve më të shquara të mjekësisë, studentëve më të shkëlqyer, jo vetëm shqiptar, por edhe të botës, dhe japim çmimet Hipokratit të artë. Kush e merr? Është një bord konsensus që jep çmime ndërkombëtar. Daniele është një nga anëtarët e bordit që jep konsensus. Këtë çmime kanë marrë presidenti i dentistëve të Meksikës, një personalitet shumë i shquar. Me një mesazh ka bërë një vendim parlamenti. Në Meksikë s'do ketë klinikë dentare pa ujë të distiluar, pa autoklav tipi B, megjithëse Meksika ka probleme shumë të mëdha, ekonomike, sociale e tjera. Ka marrë zëvendëkani e Sienës, një personalitet shumë e shquar edhe këshilltare e OBSH-s për legjislacionin. E ka marrë një mik i Shqipërisë, profesor Ugo Kovani, një lektor i jon që vjen na trajnon, dhe ka thënë që çmimi më i bukur që ka marrë, kompanitë e universitetit e paguan jashtëzakonisht shumë, por ky çmim e ka ngrohur, se është vërtet çmim impresionant. Nëse mësova pak, mund të ketë edhe një çmim për Gjirokastrën për këtë? Mos u zbulojmë emra? Një çmim për Gjirokastrën, ju bëj thirrje gjithë kolegëve, askush s'është i përjashtuar nga këto. Në të gjitha klinikat që respektojnë rregullat, sterilitetin, kualifikimin, akreditimin, do vjen targa. Do shikoj te dera konsumatori, e ka targën apo jo. Dhe targa është me një konsensus nga Ministria, nga Qendra e Akreditimit, nga shoqata Hipokrati, nga shoqata ANDSH, qendrat e çdo pajisë që të plotësojnë, nuk ka mike shok. Ne nuk bëjmë kompromis për këtë pjesë as me veten tonë. Atëherë kur do të nis kjo? Kjo fazë ka nisur, thash janë krijuar projektet pilote në të gjitha rrefat e Shqipërisë. Herë e fundit na ka ngel Shkodra, do shkojmë me doktor Daniele, do shkojmë me urdhrin e mjekut, me një përfaqësues të shëndetit publik. Në të gjitha këto qendra do trajnohen falas gjithë personeli, dia nuk dënohet. E kupton? Dhe informacioni ka dikush se dinte, mor informacion, dikush e merr nëpërmjet internetit. Për rajonin e jugut, na monitorimet që kanë bërë DSH-ja, shoqata shqiptare, shoqata Hipokrati, shoqata ANDSH, urdhi mjekut, nuk është keq se është stimul pozitiv për kolegët, nuk është për të krijuar xhelozira. Klinika për këtë vit, klinika Semi Dental Clinic ka krijuar një model shumë të mirë, ka ndryshim total të gjitha rregullave, të gjitha aparaturave, të gjithë teknologjisë steriliteti dhe është fituesi. E zbuluar që sot. Po, s'është. Shiko,
është një çmim që e meritojnë, ka investuar, kanë derë djerës dhe na i kanë bërë dhe punën më të lehtë se thash ata trajnojnë gjithë kolegët e tjerë. Ka shumë kolegë që në fillim e kanë marrë çik me kështu këtë pjesë, kurse tani po bashkëpunojnë, po shtojnë shumë. Vetëm sot ne kemi takuar 10 kolegë në Gjirokastër që janë përfshirë në këtë projekt. Nuk është nevojë të përsërisim emrin, se thash qëllimi është që të shkojë investimi deri te konsumatori. Ne pak a shumë zbuluam edhe përse ju jeni në qytetin në rajonin e Gjirokastrës, në rajonin e Jugut. Atëherë diçka edhe më shumë për prezencën tuaj në këtë rajon. Nesër do t'i kërkoj leje Danieles, nesër në Gjirokastër fillon një investim i frymëre bashkëpunimi. Një vizion i ri bashkëpunimi. Një grup mjekësh do mblidhen te klinika semiklinik. Doktor Daniele do futet në sallë me pacientin, me asistentët e tij, me doktor Vasilin, që po bën një master për implantoprotezë dhe një pacient do marrë një ndihmë shumë të kualifikuar për një problem që ka. Për etik, dim t'i ruajmë ato raportet, po do jetë, është pacienta në sot e takuam, është pacienta me lumtur se do marrë një shërbim që e ka pritur. Dhe nuk shkon as në Amerikë për ta marrë atë shërbim, nuk shkon as në Tiranë, nuk shkon as në Itali. Është e mundur që edhe qytetarë të cilët duan që të marrin më shumë informacion mund të jenë të pranishëm? Ka një problem etik kirurgjia. Në sallë futet mjeku, pacienti, asistentët dhe etika nuk e lejon. Mund të bëjmë diçka tjetër me ato strishot. Tregot, vetëm fusha operatore, ju jeni të ftuar të bëni një kronik, jeni të ftuar të shikoni të gjitha ato aparaturat e sterilizimit, shikoni gjithë protokollin, në një kronik shumë të thjeshtë. Thash përfitojmë të gjithë, nuk ka të bëjmë me kështu. Thash, nga i hezitimi, sot erën 10, nesër kam njoftuar që do vinë 12 kolegë, dhe nga Saranda, dhe nga Përmeti, dhe nga Fieri. Është një frymë që ne bashkëpunojmë dhe përfitojmë të gjithë. Pra, për herë të parë në Gjirokastër do fillojnë implantoproteza në një sallë të mirë, me një mjek shumë të kualifikuar dhe me një ekip shumë të mirë dhe me një produkt që për etikën e reklamës nuk mund ta themi emrin e produktit të implantit, është një implant shumë prestigjioz. Zoti Armando, edhe me takimet që keni pasur sot me mjekët dentist, si do t'i vlerësonit ata dhe pranin tuaj në qytetin e Gjirokastrës? Con quello che avete fatto con i medici odontoiatri, come li avresti valutato? Cioè, che sono in grado di fare... Ci sono stati interessuar per një bashkëpunim? Sì, assolutamente sì. Presentano tutti una grande voglia di vedere e di crescere, assolutamente. Po thuaj se në të gjithë shoh atë dëshirën për të rritur profesionalisht dhe për të parë sa më tepër dhe përfituar sa më tepër nga këto. Anche il dentista molto esperto. Edhe mjekët më ekspert i shoh që janë të interesuar, pasi nuk diskutohet, asnjëri nuk ka lindur i mësuar. Cilat do të jenë aktivitetet në të ardhme pikërisht për këtë vizionin e ri të dentistit shqiptar, në funksion të këtij vizioni? Quali saranno le future attività in funzione di questa nuova visione? L'associazione lavora in varie direzioni: politico, associativo puro, culturale. È ovvio che per cambiare il modo di vedere l'odontoiatria, quindi New Vision, bisogna lavorare a 360 gradi, sia a livello politico sia a livello di popolo, quindi di consumatore, e sia soprattutto a livello di odontoiatra. Quindi l'associazione lavora in queste tre direzioni. Pra, shoqata punon në tre drejtime, si në drejtim politik, pasi sikur se tha dhe doktori Viktori, po duke bërë edhe konsulencë me anë të praktikave ligjore, projekt ligje pranë Komisionit Parlamentar, si dhe me azhurnimin, pra edukimin vazhdimësi, sikurse dhe me vetë edukimin e konsumatorit, duke nënvizuar këtë të fundit si pjesa më rëndësishme, pasi dhe ne vetë jemi konsumatorët e mjekësisë. La cosa bella è trovare tantissimi colleghi che vogliono cambiare, vogliono muoversi, vogliono smuovere l'odontoiatria. Gjëja më e lezetshme që po shohim është ajo që shohim pra interesin e shumë mjekëve
që po i afrohen pra këtij lloji mentaliteti. Viktor. E nisa që në fillim, ndryshimi fillon nga vetvetja, duke ndryshuar ne, duke ndryshuar dijet e konsumatorit, duke ndryshuar gjithçka, ne së bashku, duke bashkëpunuar me universitetet, me stafet, me kolegët, ne mund ta bëjmë Shqipërinë një qendër rajonale elitare të dentistrisë. Vërtet ka arritje të jashtëzakonshme. Kam qenë në një emision televiziv diku dhe një mjek nga pasioni që un kam për këto pjesë tha, të quaj biri i Hipokratit. Jo, i thash unë, e ke gabim. Po, mund të ftoj, të prezantoj me kolegët me cilët bashkëpunoj, me studentët e shkëlqyer, që ata janë Hipokrati vetë, me profesorët e shkëlqyer, që duart e tyre dhe dia duhet të shkojë dhe të respektohen. Të krijojnë të gjitha mundësitë, të bashkëpunojnë kolegët, të bëjnë konsulta, të merren vesh me njëri tjetrin. Është e mirë për bashkët. Ky është vizioni i ri, të ndryshojmë vetveten, të ndryshojmë Shqipërinë. Në qoftë se nuk ishit diçka tjetër për të shtuar? Dhe cili do të ishte mesazhi, jo vetëm për mjekët, por edhe për konsumatorin? Do t'i kërkoja prap le, se thashë kam edhe jo, unë kam mision të punë. Ju bëj thirrje mjekëve, ginekologëve, parukierëve, estetisëve, berberëve, gjithkush që ka të bëjë me indet, të jenë të vëmendshëm të kjo pjesë. Aty përballë ishte një qendër estetike, u kthye me dashamirësi, i tham, ka mundësi që ti me pak ndryshime ta bësh, se ne kemi biseda thjeshta, nuk kemi shteti të penalizojmë askënd. Po si mund ta bëj? Po i thash unë, duke marrë disa pajisje të vogla, duke i futur sa krake, 20, merr dhe 20, bëj 40, pinca tjera, jo janë biseda të thjeshta që edhe praktike. Tha, nuk kam pas informacion. A ka kite? Po tha, nuk kushtojnë sa dentisti, merr disa ato aparaturat që bëjnë sterilizimin dhe të gjitha ajo qendra këtu përballë do bëhet qendra pilot që do trajnoj estetistët e parukierët e tjerë. Ai luksi të jetë real, jo falso. Pra, të përdorin ujë të pastër, të përdorin vekla të pastra, të shpërblen, të paguajnë njerëzit të qeshët dhe të lumturojnë. Dhe njerëzit janë të sigurt. Janë të sigurt për shërbimin që marrin pasi. E vë theksin te kolegët. Absolutisht informimi i publikut është një presion pozitiv për ne, që të ndryshojmë vetveten. Un messaggio. Innanzitutto vorrei ringraziare la clinica Semi Dental Clinic proprio per lo studio pilota che abbiamo fatto. E secondo vorrei dire a tutti i colleghi che l'aggiornamento culturale non ha né origini linguistiche né origini di paese e ha un solo blocco che è la testa. Quando si supera la mentalità, quando si supera il blocco della testa, già quello è un inizio di aggiornamento. Një precizion, një mesazh, në radhë parë falenderoj Dr. Vasil Semin, pra Semi Dental Clinic, i cili si thuash në thonjza na ka pranuar në këtë azhornim dhe është bërë pjesë e tij tani më, dhe dua të them dhe diçka që gjithçka niset nga mendja, pra asgjë nuk është mentaliteti, gjithçka që kemi është një blok i cili niset dhe nuk ka fare të bëj as me nacionalitetin, as me kulturën, as me gjuhën, por ka të bëj e gjithçka vetëm me mendjen tonë, e cila në momentin që do të hapet do të jetë gjithçka një new vision. Un secondo. Quindi allontanatevi dai colleghi che dicono no, lascia stare, non ti aggiornare, non studiare. Duhet largoheni nga kolegët që thotë lëre, nuk ka problem azhornim. Absolutisht. Në emisioni parë që kemi ardhur dhe këtu kemi bërë emisionin, kishte hezitime, kishte moskuptime, kishte keq informime. Kurse tani, vëmëre me kënaqësi që një pjesë e madhe e kolegëve po fillojnë të plotësojnë këto standarde. Qëllimi dhe misioni jonë nuk është që gjithkusht të mjekohet atje ku themi ne. Gjithkusht të mjekohet me të njëjtin standard dhe në periferinë më të fundit të Shqipërisë. Ky është misioni, pra të marrit shërbimin deri në fund, tek dhe të njësia më periferike e fundit. Po. Dhe Blerina, ju do të kishit një mesazh?
Në fakt duhet ta kisha dhënë fjalën e para përpara zotërinjën për të respektuar. Pa problem. Mesazhi im do të ishte ky, që konsumator ju duhet jeni më vigjilent dhe të kuptoni që jeni ju protagonistët e gjithçkaje sot. Pra duhet besoni në ato etikën e mjekut dhe e mjekut stomatolog dhe gjithashtu të jeni edhe ju vetë gjyqtarët e tij. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ne zhvilluam një bisedë të këndshme lidhur me një vizion të ri që duhet të ketë dentisti shqiptar. Në studio këtu me mua ishin Blerina Xhanfa, sekretare nacionale e Asociimit Nacional i Dentistëve Shqiptar, ishte Armando Minciarelli, që është presidenti i Asociimit Nacional i Dentistëve Shqiptar, dhe zotëria që kam në krah, Viktor Shehu, presidenti i Hipokrates Ordine. Faleminderit, ishte një bisedë e këndshme dhe faleminderit që keni juve për mikpritjen dhe gjithçka këtu në Gjirokastër. Është kënaqësi që të kesh miq si ju. Faleminderit të nderuar. Bashkëpunimi do vazhdoj. Po, faleminderit të nderuar teleshikues, natën e mirë. Natën e mirë. Tutti, allora oggi siamo qui nella Semidental Clinic per inaugurare l'implantologia qui a Gjirokastër. Sot jemi në Semidental Clinic për të inauguruar ditën e fillimit të implantologjisë në Gjirokastër. Oggi faremo un intervento di estrazione dell'11 e 12 con due posti estrattivi in zona 11 e 12, una zona la paziente ha un forte riassorbimento, una forte pneumatizzazione del seno, quindi non vuole essere sottoposta a un intervento di grande rialzo del seno, e faremo quindi in zona posteriore due interventi inclinati con impianti inclinati per evitare il seno. Però non è sempre lungo, cioè non fa proprio descrizione. Allora, oggi faremo un intervento di implantologia abbastanza complesso. La paziente presenta il centrale e il laterale, l'11 e il 12, con una forte parodontopatia e un seno abbastanza pneumatizzato. Quindi faremo 4 impianti in zona post-estrattivo 11 e 12, un premolare inclinato distale e un 7 inclinato mesiale nel tuber. Atëherë, sot vjen një rast, një paciente bën një ndërhyrje kirurgjikale të një paciente të një rasti shumë të vështirë dhe shumë të veçantë. Bëhet fjalë për një paciente që ka vujtur nga parodontologjia, nga parodontitet, që është një smundje e tërheqjes së kockës, edhe nuk ka paciente për kushtet që ka aktualisht dhe për dëshirën e pacientes, nuk pranon ngritjen e sinusit. Domethënë, shtimin e kockës në mënyrë artificiale që bëjnë doktorët dhe teknikë partikolare që e përdor profesor doktor Minciarelli. Edhe këtu kanë zgjedhur që do bëjnë një ndërhyrje të veçantë në zonën posteriore, në 11-12, 4 impiante, të cilat janë post-estrativ, që do thotë mas shkullës dhamit vendoset impianti direkt në edhe një tuber. Këto impiante do vihen 2 inclinati dhe 2 drejt në mënyrë tillë që shfrytëzojnë pjesën që pacienti ka kockë ka trashësi. Kuptohet ndërhyrja shumë e veçantë dhe shumë e vështirë. Tutto verrà fatto ovviamente in sterilità, cercando di rispettare al massimo i protocolli di sterilità che vi parlerà appunto il dottor Shehu. Grazie. Ndërhyrja do bëhet në kushte super sterile, duke të parë edhe këtë studio ku jemi aktualisht, dhe do të zbatohet protokolli i sterilitetit, të cilën 2 fjalë do t'i thotë edhe doktor Viktor Shehu në lidhje me sterilitetin që duhet të ketë në studio dentistiko për këtë lloj ndërhyrje. Përshëndetje, sot është një ditë e bukur për kolegët dhe konsumatorët në Gjirokastër dhe në ju. Së pari fillojmë një proces të ri në implantologji, po fillojmë dhe një proces tjetër të akreditimit të klinikave dentare. Vullnetari ishte një grup nismëtar, ka ligjin që ka miratuar autoriteti i shtetit për akreditimin e klinikave, po e inicojmë tek klinika e Dr. Semi. Kjo është një thirrje për kolegët, për konsumatorët të jenë të vëmendshëm për këtë proces. Kolegët që të përfshihen në këtë proces nuk është nevojë të bëjnë investime shtesë. Vetëm duhet të ndryshojnë mentalitetin, mënyrën e punës, mënyrën e organizimit, të plotësojnë aparaturat që
u mungojnë të plotësojnë gjithë kualitetet profesionale, të bëjnë kurse, të trajnojnë, të ndryshojnë vetveten, të ndryshojnë Shqipërinë. Procesi i akreditimit, përveç se kualitetet profesionale dhe të produktit, ka dhe një infrastrukturën që çfarë duhet të plotësojë një klinikë në mënyrë minimale. Në klinikën e Dr. Semit ne kemi projektin të parë pilot në Jug që të vinë të gjithë kolegët të shikojnë dhe të plotësojnë gjithçka mungon. Për aparaturën dhe teknologjinë që duhet të plotësojë një klinik, do të flasi informatori shkencor Mondi. Atëherë unë më shkak nga fjala e Dr. Viktor Sheut dhe nga fjala e Dr. Armando Micharelit, që u fol për kushtet që duhet ketë në nivelin e sterilitetit dhe akreditimit. Më shkak nga biseda që duhet bë për sa i përket protokollit sterilizimit që foli Dr. Viktor Sheut, dhe du si informator shkentifiko shkencor t'ju jap dy direktiva konsumatorit, klientit shqiptar dhe gjirokastrit, çfarë duhet kërkojnë nga doktori, nga dentisti. Çfarë duhet kërkojë klienti nga dentisti? E para që duhet kërkojë klienti nga dentisti duhet jetë protokolli i sterilizimit. Çfarë është protokolli i sterilizimit? Protokolli i sterilizimit, po ta marrim në shifet në 3 pika. 1. Është një zbatimi ndërgjegja e dentistit për ta zbatuar protokollin e sterilizimit. Është detyrimi ligjor që ka dentisti për protokollin e sterilizimit. Dhe 3. Është konsumatori që e detyron dentistin të zbatojë protokollin e sterilizimit. Çfarë është protokolli i sterilizimit? Protokolli i sterilizimit është zbatimi i rregulloreve maksimum për sterilitetin, për garantuar jetën e pacientit, për mos me marrë pacienti smundje nga pacientët paraardhës në studio dentistiko dhe mos transmetoj smundjet e veta pacientëve që vinë mrapa. Në studion e Dr. Semit, jo pa qëllim ne kemi gjetur si studio pilot për të zbatuar objektivat e jona. Protokolli i sterilizimit është i qartë. Kur hyn ujti ke studio dentistiko, uji hyn nëpërmjet filtrave në studio dhe ky ujë është i filtruar dhe i disinfektuar, domethënë nëpërmjet kriprave të ndryshme hiqen baktere dhe hiqen ato që bëjnë dëm në fazën e parë të disinfektimit të ujit. E dyta, në gojën e pacientit nuk shkon më ky ujë që hyn, që filtrohet, që nevojitet për shlarje, për gjëra tjera. Hyn në gojën e pacientit një ujë distiluar i cili ndodhet në klinik dhe karikohet nga doktori, ujë distiluar. Kjo është për fazën e parë në kontakt direkt me pacientin. Protokolli i sterilizimit përfshin më vonë veglat që do përdoren për pacientin. Veglat që do përdoren për pacientin duhet të jenë gjitha sterilizuar në autoklave tip B, që thot B, do të thot fjala e fundit teknikës që shteti i rekomandon dhe ANDSH-ja i rekomandon dentistëve që të blenë ose të pajisin me pajisjet më moderne të sterilizimit që janë autoklavët tipët B. Për të garantuar jetën e pacientit, që janë autoklavë që bëjnë 3 herë vakum që krijojnë mundësinë që në 1 milion raste asnjë rast i infektuar. Këto janë veglat e sterilizuara që përdoren te pacienti. Pacienti duhet të shohë veglat e veta që të jenë gjitha, siç do shifet sot në ndërhyrjen kirurgjikale që do bëhet, janë të gjitha të imbustuara, veglat që do përdoren për pacientin, të imbustuara në qese plasmasi sterile, kaluar në autoklav. Kur hapen me doreza nga asistentja dhe të gjitha këto vegla janë sterile. Masi veglat, protokolli i sterilitetit në kupton dhe me dy fjalë më rum, që masi përdoren këto vegla ke ky pacient, që mund të jetë me hepatite, mund të jetë pa hepatite, mund të ketë probleme kontaminacije që të njësi smundje të tjerëve, këto vegla qysh merren shkojnë në një vasket me likuid special që disinfektojnë dhe kjo vasket ashtu si merret me kujdesin më të madh nga asistentja çohet në ultrasoni që hiqen pjesët e forta të cilat pengojnë sterilizimin e veglave, pastrohen gjakrat e ngurtësuara dhe sapo pastrohen, thahen, futen në busta njësoj si këto dhe futen në autoklave sterilizohen. Domethënë kthehet 360 gradë, mbyllet rrethi dhe dalin prapë sterile për pacientin pasardhës që do jetë mas një dite o mas 2 orësh ose brenda një muaji që ka afatin sterilizimi. Këto janë procedurat bazë protokollit sterilizimit, të cilat pacienti që nuk është profesionist, me ndihmën tonë të shoqatës
së informatorëve shkencor për mjekësinë, mendimin e ANDSH-s, që është shoqata e dentistëve shqiptarë, Asociacioni Nacional i Dentistëve Shqiptarë, dhe mendimin e një grupit doktorëve aktiv, si tip Ordini Hipokrates të Viktor Shell, dhe klinikave kampion, si puna doktor Semit, neve pretendojmë që të ndërgjegjësojmë ndërgjegjen e pacientëve në lidhje me sterilizimin. Të dashur koleg, mesazhin që ANDSH, pra Asociimi Nacional i Dentistëve Shqiptar, shoqata Hipokrates Ordine dhe shoqata informatorëve shkencor duan të japin për ju është që jo vetëm kjo klinik që përmbush standardet europiane pra të sterilitetit, jo vetëm kjo klinik mund të ketë këtë mundësi, por ju lutemi që të gjithë të ndiqni këtë protokoll, duke ndjekur pra hapat e doktor Vasil Semit dhe i cili ka përqafuar këtë ide së bashku me babain e tij Kriston, që në fillimet e hedhjes së saj. Pra, ndihmoni veten, ndihmoni njerëzit tuaj, ndihmoni konsumatorin. Ju faleminderit. Si fillim dua të falenderoj të gjithë miqtë që kanë ardhur këtu midis nesh, doktor Armando, doktor Elberinën, doktor Viktorin, Mondin. Dua t'i përshëndes të gjithë dhe t'i falenderoj që na ndihmojnë dhe na japin shtysë për të vazhduar më tej. Dhe dua t'i them gjithë konsumatorëve në Gjirokastër dhe gjithë kolegëve të mi që këto projekte janë të hapura dhe ata mund të vinë të shikojnë dhe të mësojmë të gjithë bashkë dhe të ngrihemi të gjithë bashkë. Është një ftesë e sinqertë, është një ftesë korrekte, është një ftesë brenda parimit të Hipokratit, të respektojmë njëri tjetrin, të duam njëri tjetrin, të respektojmë konsumatorët, të ndryshojmë veten, të ndryshojmë kushtet e punës, të kualifikohemi, fitojmë të gjithë, fiton Shqipëria, fiton konsumatori, fiton profesioni i shenjtë mjeku. Të faleminderit të gjithë. Lerina, adesso prepariamo direttamente già comunque che poi possiamo utilizzare per il candidato, quindi prendiamo la cuffia per il paziente. Ndryshon ngjyrën.